gazetës të fundit parë, pra lexonte për horoskopin. Ndoshta presidentin amerikan që është me origjinë nga Albanopolis, fushkruaj. Nuk shkoi kot atje, po? Është me origjinë nga fushkruaj? Po. Këtë nuk e di. Tani, ndoshta edhe ti si konservator lexon horoskopin të parë? Ju jeni dashur në horoskop sikurse edhe unë, kemi konflikt interesi se kemi virgjëreshën këtu. Po, kemi virgjëreshën na prish punë, me thënë drejtën. Jo, nuk prish punë. Ti ki vllai, ty le vetë. Jo. Virgjëresh Maria është njësh. 7 vene bosh ve këtë dush. Po ky është virgjëresh Benard. Jo, se ju mund të kujtoni se janë njësh dashi. Po sikur ta kthejmë horoskopin nga ana tjetër, i bie peshqit. Çfarë mendon për Leo Messi që është gaforre për shemb? Leo Messi dhe gaforre nuk duhen kombinim shumë. Ai 3 ditë muj, ai është gol. 3 ditë. Ditë të tjera i bie shtyllës. Messi? Nga horoskopi bëhet kjo. Horoskopi kështu. Jepi lojtar. Lamine Yamal. Edhe ky gaforre. Si e ka ky? Si Messi. Lamine Yamal. Vetëm për të Xhemal lale. Xhemal. Ky është nga Berati, nga ura vegërore. Ky është Xhemali. Ky mos e ka Lamin Xhamal apo Xhemal? Çrënci ka. Ha, okay. Gaforre. Ky ndodhet pikërisht në Gadishullin Iberik, ku është edhe Gibraltari dhe gaforja blu e Gibraltarit del atje 3 ditë në vit nga thellësia rreth 1200 metra poshtë. Edhe ky me 3 ditë. Rin diell atje, kjo quhet gaforja mbretërore, që i përket nga data 1 deri me datën 7-8. Ktu futet deri Rama. Po Haalandi që është gaforre, çfarë 3 ditori? Gaforre norvegjeze kjo vllai. Po. Ky do të jetë gaforre kuqe, ky është i rrezikshëm. Ky duket që është i rrezikshëm pra, s'la gol pa bo. Gola do të thonë nga pozicione pinderike të paperceptueshme. Cristiano Ronaldo, ujori. Ky o 007 ka përmjet gjithë botën e futbollit, s'ke çaj bëti 40 vjeç, domethënë me të rast golin rafishat fik derën. Fik derën. Po Mbappé është shigjetar. A ka të harku? E kam pas si lojtar që hera herës do të bëj vetëm atë që do ai. Jo atë që do skuadra. Lautaro Martinez, Luan. Ashtu siç ka shenjë në horoskopit, ashtu është dhe në lojë ky. Jo, ai thotë që janë dem në lojë. Tani e pretendon që është dem, po është Luan fakt. Po me sa duken mor vesh me këtë çështjen e lingvistikës spanjolle. Ky ka qef bëhet demi. Le vit luaj herë me Partizanin kundra ai dhe e shef se si shkon. Po Maradona që ka qenë në krep. I ndjeri Maradona kur ka bë golin me dorë, po ja them, ja sërish domethënë ju emocione po. Emociononi. Kemi qenë në plazhin e Divjankës. Më duket se isha ushtar në atë kohë. Televizorët ishin bardhëzi dhe plot njerëz aty, ishim stërvitje ushtarake. Gzim Hoxha. Gzim, të kam thënë që goli është me dorë apo jo? Pa u dhënë përsëritja. Goli është me dorë. Pa var. Jo më tha mu. Se ky Gzimi tani ishte tifoz i Argjentinës, i vetmi. Jo. Kur dolën brava goli me dorë, ta hajde të jap një birrë. Si e gjeta. Gzim Hoxha ka kalu 37 vjet, po i ke borxhi birrë kujtimit. Jo, ma ka dhënë birrën. Ata kanë birrë. Ma ka dhënë. Dhe pas ka dhënë. Ma ka dhënë birrën. Jo, okay. Pele, a krep edhe ky. Sikur se shenja e horoskopit mund të konsiderohet si lojtari pa ngjyrë, e theksoj. Që unë kam parë pak, po finalen e Brazil-Itali, domethënë e mbajmë. Pele, Maradona, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff. Numër 10. Po. Kevin Keegan. Panayot Pano, shive, urdo, shive, emocion. Ka u grabi. Indian. Të ka ndodhur shumë herë futbollin e pas ke emocion të madh. Unë tash po të kishit topin tu, do t'ja bëja direkt live atë që thon Rafishat. Këta janë gjë e madhe, domethënë. Janë gjë shumë e madhe. Mua më vjen shumë keq që stadiumet tona, sidomos kombëtarja e vajtur për herë të parë në Europian, nëse unë do të kisha një pushtet, 22 lojtarët bashkë me trajnerët që ishin me Xhani Debiazin, që ishin në Europian për herë të parë, do të kishin statuj bronzi përpara
arenës Kuqezi. E meritojnë thë. E po si ka mundësi më gjithë të lojtar, gjithë këto, gjithë të shenja horoskopit, s'kishte asnjë dash aty, asnjë vizhëresh, ç'a bëj? Po jena dy këtu në studio. Po tani dashje kanë datë të vende të tjera në jetë. Futbollin e ka lënë. Ti je ashtu. Ashtu si e bot ti vllai. Un kam ka pra. Ta bëjmë të emision vllajze. Pjesë të tjera rregull i ka. Ja, më rregull, bravo. Më vjen mirë se ai duket që është veshur me uniformën për të thënë që Gjuzo je gati të shkojmë të bëjmë kalçeto. Me vërtet, a lua akoma kalçeto? A keni qef ju? Unë them ta mbyllim me studion dhe të kalojmë te kalçeta, më Po, mirë. do të lemi kalçeto me pse? Nuk kam asnjë problem, që sonte budeshet. Atëherë të falenderoj për bisedën këtu dhe kalojmë më mirë te kalçeta dhe U kry. vazhdojmë ato tona. Kalçeto, U kry. kalçeta. Nëse dhe ti je dashur në horoskop ose jo,